Njoftim mortor. Familja Gjekaj me dhimbje të thellë lajmëron se ndroi jetë në moshën 71 vjeçare, Noc Kola Gjekaj. I ndjeri ishte një patriot i njohur, mbështetës i pavarësisë së Kosovës, pjesëmarrës në mjaft demonstrata për lirinë e popullit shqiptar. Bashortja, Lena, djali Mikeli dhe e reja Daniela, vajzat Mikelina, vllaznik Gjoni, Pietri, Gjeloshi dhe Frani, motrat Prena, Terezia dhe Djela, nipi Cole bashkë me familjen dhe mbarfisin Gjekaj, e qesin hatrin për të ndjeri Noc ditën e hënë, në datën 16 shkurt 2026, prej orës 2 deri në orën 9 të mbrëmjes në shtëpinë mortore 29 Mile Van Dyke në Shelby Township, Michigan. Mesha e dritës do t'jetë ditën e martë në datën 17 shkurt në orën 10 paradite në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills. Varrimi do t'jetë me njerë pas meshës në varrezat familjare The Guardian Angel Cemetery në Rochester, Michigan. Shpirti ti pushoft në paqë.